financat që s'ko mujt me investu mjaftueshëm, muzika është do një investim shumë të madh. Sfidë muj me thonë ka qenë në fillimet e mia ana monetare, domethënë financat që s'ko mujt me investu mjaftueshëm edhe në mënyrë konstante në muzikë, pavarësisht talentit, se ka njerë puna e mund talentin. Domethënë shpeshher menojmë edhe thojmë ua, që shumë rivi një artisti caktum, pa e ka punu fort, ka pas ekip edhe ka dalën pa ma shumë, ju ka imponu njerëzve. Çka e bën një artist për me mri, edhe me u pa, edhe me pas qasje ma të shpejt të publiku, edhe me u fiksu në kokë, është imponimi, me investu sa ma shumë, me dalën pa. S'ka lidhje çfarë këngë tjerë, s'ka lidhje që është paraqit, është thjesht me qenë konstant. Unë në fillimet e mia nuk kom pas mundësi t'tillë, do më thonë, unë jam vetë financu edhe familjen e kom largu prej asoj pjese, se kom pa që muzika është do një investim shumë të madh, edhe ata nuk ma kanë përbërsh, deri diku më kanë qunë për kompeticione, kështu gjanash, po nuk më kanë përbërsh me mnejt mrapa. Kështu që kjo ka qenë sfida ma e madhe, tash krejt okej, unë punoj vetë, investoj vetë, nuk është se prap është e lehtë, po gjithsesi është ma mirë se që ka qenë ma përpara. Po, dasmat sa janë ndoshta të lodhshme dhe pjesa e përgjithësisë, sa të lodh edhe kjo pjesë? Dasmat nuk janë të lodhshme, po ma shumë e lodh vetën ti të preokupu, a ka me shku mirë, a ka me mbrit mirë, a ka mu përshtat, se ka një herë adin mune me thirë për diçka dhe të lypin diçka krejtësisht tjetër. Do më thonë është edhe shky, do më thonë preokupimi që ti mund është me pas, po fatmirësisht mu s'm ka ndodhë ala diçka në e paknatësi, unë im knasë nëse cilën dasëm që më shku, falenderoj shumë që më kanë thirë edhe më kanë pritë shumë mirë, i na knaqë shumë bashk edhe i na nda të dy palë të knaqën. Kështu që deri tash nuk kom pas nëjë problem, thjesht jam tip që stresoj vetën, se kam qef shumë me qenë korekte, me qenë në kohë, mi ndërru, mu dogë bukur, edhe mos mu konë e lodhë në për veti që me japë maksimumin. Normalisht dasmat kanë përgjithsi shumë, nuk jetu këndu më naj kafeq, është krejtësisht bot tjetër, se në kafeq dyqysh adi e kalon me umaru se diçka, aty nuk ka pardon, duhesh me qenë shumë korekte. Sa ndikon edhe energjia me bendin ndoshta kur je në një event, kur jeni gjithë në atë energjinë e mirë, pozitive, ose njërin ndoshta veç nuk është në atë elementi më të mirë atë ditë. Sa është me rëndësi kjo energjia grupore? Skena ka një të mirë duhesh me qenë, skena është magjike. Do më thonë, çka do që të ndodhë, këta din mas mirë edhe kuptojnë artistat e mirëfillt, se tash ka plot këngëtar, ka plot performues, po artistat mirëfillt nuk ka. Çka nuk kuptoj me këta, kur delën skena është magjike, duhet respektu,